është interesant, se këto na kur I kishim pe I largit, mendojmë se këto janë të lumtur. Pasha Allah me ato vujt, ato kanë ngushtim në gjoks, ato s'kanë gjumë të rahatshëm, ato kanë pallata po gjumë së bojnë, ato kanë ushqime po ushqim së hanë, ato kanë shtretër po gjumë së bojnë, ata kanë pasuri po së hanë pasurinë e vetë. Unë njoh me emra, milionera, miliardera, njoh valla billa, njoh me emra. Pasha Allahun milionat I kanë, po Allah I ka çuar prova atë, vetëm kanë këshire grubijës atë një bukthate hara që. Allahu a ka që denimin për këtë dynjo. Kjo është për këtë dynjo, për me morë shemë qertë. Për atë që la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jeta e tynëve familjare, kur së marrot, nuk e ceki ku. Patar njëherë një familje e një intelektuali shumë të njohur që e njihni edhe jo. Pasha Allahun tekstualisht bëthonën. Tekstualisht. Oho që ta. Na jetën e kena vetëm për ekranat e televizorit. Jeta e jonë mrena është ferë të kjo hoqë. Kanë orë të ti për rukë, me sigur. Po, për një problem vetë, një kështë pas familjarë këtë diçka dhe... Me fritë e hoxha, për një. Edhe... Veç për televizor, po. Na jetën e kena vetëm për ekranat. O hoqë ta unë I kam thë 2 villa. O hoqë ta 9 punëtor ka I kam thash kam I mojnë tha villet e bje. 9 punëtor ka tha I kam o hoqë. O s'pon duhet be tha kur gjonë be tha. O kur gjonë be tha veç po du tha t'jem tha rahat. T'jem tha ajo shka kam qenë tha më herët se gjyks ta kam tha ngushtrim frimmarje tha hoqë tha me frim tha së mangina o hoqë. Ushqim tha së më po ha hoqë dhe kuj keme lotin. Qka I thash unë? Kur gjonë nuk I thash vallaj. Këta thash e keni përshka, këta se e keni përzi pasurien me haram, po tha. E keni përshti, thash kamatën në shpi, thash edhe jeni zhyt në mëkate. Kur të zhytin në mëkate, Allahu, wa man a'rada an dhikri fe inne lehu ma ishet të ndënka, kush ja këthen shpinën fejes time, jetën ja bajtë ngusht. Ela bi dhikri lajtët ma inë l'kulub, me të përmendrit e Allahut qetësohen zemrat. Sot bota ka nevojë për qetësim të zemrave. Sot smundja bashkohore në botë sot cila është depresioni, stresi, ankthi, këto janë smundje bashkore. Nuk ka kanceri me dash me shëru shumë shpejt e shërojnë. Po ato industritë farmaceutike, ato nuk janë të interesuar se ato që kanë biznisin. Sot smundja bashkore është ankthi, stresi, këto nuk shërohen ndryshe vetëm kthim tek Allahu Azza wa Jall. Ktheuni te Allahu Azza wa Jall. Aty keni me gjithë qetësinë, aty keni me gjithë rahatien. Se bota ka filluar mu bind se parja s'ko ka kur gjan. Parja ko ka vetëm një mjet e kështu me radhë. Pra, këto Allahu Azza wa Jall jo ba aty në të cilat e kundërshtojnë dinin e Allahut, Allah I bën këtë pozitë.